Ndëruar xhamatli, jemi në vazhdën dhe plotësimin e hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadithi i Gjibrilit, hadithi të cilin dietarët thanë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përmbledh dhe ka përfshi tërë fenë e tij në këto fjalë të begatë të tij alayhi salatu wassalam. Përmendëm pjesën e parë të hadithit mbi definimin dhe përkufizimin e Islamit nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E tani na ka mbet pjesa e mesme e hadithit ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet pyetjes së Gjibrailit se çka është imani. E në iman dietarët kanë folë shumë, më shumë se sa edhe në Islam, sepse me iman shpotohet e me Islam deklarohet. Andaj e përmendëm se çdo besimtar, çdo mu'min është musliman. Çdo njeri që ka iman në zemër, o musliman do e mos. E jo çdo musliman bi për jashtë është besimtar të Allahu do e mos. Argument për këta kanë thënë dietarët është kategoria hipokritave, të cilat Allahu xhelel xhelalu i ka trajtuar si musliman dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa ata kanë qenë nga njerëzit pa besimtar prej brenda. Dhe kjo është deklarata e dietarëve të sunnetit dhe xhamatit. Tani, para se të vazhdojmë tek imani, ta kujtojmë fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë alayhi salatu wassalam: "Utitu jawami'al kalimi." Ka thënë alayhi salatu wassalam, mu Zoti ma ka dhënë me fol shkurt, mirë po mi mbledh shumë domethënie me një vend. Ja ka mundsu Allahu xhelel xhelalu. Dhe shikon e pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, sa pak flet në hadithet e tina, ndërsa dietarët e muslimanëve, të cilat Allahu ja ka pa hizmeqar Muhamedit alayhi salatu wassalam, nga se çdo dietar i cili nuk ka hizmeqar i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai nuk mundet të qenë dietar i vyshëm dhe i dobishëm për umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nga pak hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam, dietarët i mbushën librat e tyre. Për një hadith, Imam Shafi'iu nxjerr të dobi të shumta, me një hadith e mbushin një libër. Dhe këtë fund thoshin, këtë kjo është marrë nga fjala e tij e bagat alayhi salatu wassalam. E pse ai fol të shkurt? Pse ai fol të shkurt? Nga se e dinte se Allahu xhelel xhelaluhu do të vinë njerëz të cilat do t'ia shpjegojnë. Andaj tha alayhi salatu wassalam në hax, tha: "Përcjellni prej meje qoftë edhe një ajet." Dhe kanë thënë dietarët këtu përfshihet edhe hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj çka tha alayhi salatu wassalam? Se ka mundësi dikush e bart me veti fikhun, e merr me veti hifz, ama ja çon dikujt i cili është më i mëshëm se ky. Andaj sa prej dietarëve e bartnin hadithin e kur ja jepshin i dietarit ai nxet të dobi. Andaj te fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti besosh Allahut me këtë fjalë. Dietar kanë thënë pejgamberi jon alayhi salatu wassalam ka përfshirë gjithçka që ka përfshirë në emër të Allahut te bareke ve teala. Andaj tham imanin në Allahun përfshin 4 shtylla. E para, ekzistenca e tij, që ai ekziston pa më dyshje. E dyta, se ajo krijuesi gjithçka e tij, ai kujdeset për gjithçka. E treta, se ai ka emra dhe cilësi, atribute me të cilat dallohet subhanahu wa taala. Dhe e katërta, ai meriton bindje, meriton adhurim, meriton mos mi bëj ortak subhanahu wa taala. Këto janë 4 shtyllat e imanit. Para se të flasim na për këto 4 shtylla, tham duhet njeriu me meditu në Allahun te bareke ve teala. Dhe dietarët në librat e tyre kanë nxjerr dobi çka e provokon imanin në Allahun xhelel xhelalu. E para kanë thënë, e provokon imanin dhe të medituarit për Allahun universi i tij. Me fjalë të tjera kanë thënë khalquhu, krijimtaria e tij. Shiko çka ka krijuar. Sot njerëzit kur e çmojnë një njeri, çka thonë? Ka lënë kaq vepra. Krijimtaria e tij e quajt. Ka shkruajt kështu e ka bëu kështu e kështu me radhë. Kur dikush zbulon ndonjë teknik, ja lën emrin e atij. Pse? Sa ai thotë ai e ka bëu, vepra e tij. E Allahu xhelua sa ka krijuar. E dietar çfarë thon? Kan dhënë shumë shembull. Unë po e silli njërin prej tyre që është mahnitës, e që mund është i let me enue. Shikoni rreth e për qark sa ka gjelbrim, sa lule ka në botë. Apo ti e kini baqet vogël të shtëpia,
Apo ti e kini basit vogël. Me ti pas dhanë Allahu që ato lule pa ngjyra, edhe me ta dhanë bojën ngat, ngjyrën ngat, edhe me dhanë këshirë, unë ti kun kriju që shtut pa ngjyra ti ngjyrosi. Sa kohë kish morë me ngjyros ato? Mirë, e para. E dyta, me ti kriju Allahu lulet pa erë, me thonë qeku e kije parfumin, parfimosi, vazhdimisht parfimosu, që atë tin me t'ju vene era. Sa kohë t'kisht morë? Ha? Sa kohë t'kisht morë? Shumë kohë. E dyta. E treta, me thonë Allahu gjele gjelalu, ti shiko unë ti kun kriju këto lulet për heshëm, ama shiko ka njerë këtu vinë do insekte e do bakterje, shi qeku e ki këtë dezinfektusin, riu hazër non stop, mos të prishën. Apo, mirë, kjo për basën të anë 1 metre katror. Nëse ta kishme dhanë pak ma halën komplet, apo, ishdash me të paguj shumë shtrajt, nëse ti e ban këtë punë, mi ly, mi ngji, mi parfimos, mi rujt mos prishën. Apo, mirë, me ta dhanë na këtë komunën, bala du është ti miliarder mu ba, apo, me ta dhanë këtë shkupin, po me ta dhanë këtë Balkanin, po mirë, sa lullet në botë janë, sa drujt në botë janë, sa gjethja në botë, sa lulja me erë të mirë në botë. Allah shkenca se di, kur jemi të shkenca, Allah shkenca se din, sepse Allah u gja i ka sfidu me gjethin. Sot thonë shkenca punon si sahat. E po mirë dhe në të kalzoje sa gjethë e bota i ka, sa gjethë e bin në të kalzoje preciz. Thonë jo, është Allah e pamaqme, se thotë shumë binë shumë kryon për më njëherë nësën e kapna. E mirë, ti një mahal tane me të dhanë, vesh mi njëros. Qka ju thu njerëzve? Unë e pun tjetër së në baj, bile unë e të njëros ju bëma një bukën, se s'kan vakt. Po mirë, kush i njërosi këtë këto? Kush i njërosi, vazhdimish i njëros me era, me të mira. Kush është taj? Allah u gja, veç lullet, kur gjatë tjetër, veç këtë pamjet mirë shka e shefti. Apo, po kur janë të bëmat të mbjellurat me haje, sa begatia e Zotit del mbi tokë. Ti e gjun far, ajta qëtë shalqin, bostan. Ti e gjun far, ajta mush grun. Ti e qëtë far, ajta mush tije pem. Ti e qëtë far, ajta mush tije perime. Rastësi, ketë rastësi. Andaj thanë djetarë dhe këtu ka shumë shembuj. Por shembull, futet fara njeriut në mitrën e nanës. Ajo është uj, e merë uj në këshirë, mund është me e pa uj. E Allahu qka bani? E fut mitër, pit njëtit uj. Qka tha Allahu gjelluala? Ju s'ka mi ma in wahid, pini ujit. Në një pjesë e qojnë e bojna vesh, një pjesë e qojnë e bojna goj, një pjesë e bojna hun, një pjesë e bojna sy, një pjesë e bojna zemër, një pjesë e bojna mëlqin, një pjesë e bojna kam, një pjesë e bojna lëkur, një pjesë e bojna qfar, gjuhë e mrenshme, një pjesë e bojna fyt, një pjesë e bojna flok, një pjesë e bojna koc. Ku dul ki koc pi ujit? Qa tha Allahu gjele? A nuk është madhështi e Zotit që kjo? Pini ujit. E njëta qeliz. Ama shka thonjë mjekët? Thonjë qeliza e sinit a ma e ndjeshme se qeliza e dorës. Qështu thot natyra e ka falë. Hasha wa kella, i madhësht Allahu. Ej, na i thëna mirë faliminderit për shket dobi. E pse ka qeliza e synit ma e ndjeshme se qeliza e dorës? Por shemull ti, e në dorën zarm, nuk ka njësoj si me nusinin zarm. Se sini pak pini thërmijet vogël ik, apo atje e shti dorën zalë dhe se gjenë kur gja. Pse? Po i njët ta qelizu kanë. Po Allah kër e ka qute dorë ka thonë banu ma e fort, se i duhet tira. E synit i ka thonë ti banu ma e ndjeshme, si cëli pluën shka vjen, reagomi njerë, se i e ma ndjeshme. Ki që to, kush i bani? Allahu gjele gjelale. Apo, dëkhametul kaun, madhështia e krijimit Allahu gjelola. A të ka trishtu dë njëherë? A të ka mrekullu dë njëherë? A ka thoni madhje o Zotë që e ke kriju këta? E Allahu gjele gjelaluhu në surën Ali Imran, kër i përshkujti besimtar, që ka tha? Tha elledhine jetë e fekkerun, ata të cilët meditojnë në krijimin e Allahut, edhe thojnë ma khalaq të hadhe batilen, subhanake faqina adhaben nar. I thojnë o Allah, ti se ke kriju qëta kote kote, se ke njëros kote kote, s'ke bo që ka të shumë kote kote. I madhje o Zot, në ruj pizari gjenemit. Allah në ruj pizari gjenemit, ja Rabbel Alemin. Provokusi i dytë, qka e provokon me meditu në Allahun?
Se e ki pa disa njerëz thonë, ju s'kishit i tjetër shka. Allah, pejgamberi, xhamia. Apo sa intelektual? Aja biznesmen? Aja me çka mirët? Ati i livrit zemra kur i mungon një shtraf të dera, e kur i mungon një shtraf të biznisi, e vend neve na çon krijen thotë, jo veç për Allah. Po na për Allah, për këtë Allahin e madh i cili ka krijuar universin. E ti me çka? Ti me çka? E shiko Allahu që na bani një provokues tjetër. Cila provokuesi i dytë? Jeta dhe vdekja. A nuk të provokon jeta? Dhe të këgjallni? Sa zemra që të rej, që të në gjami? Apo, aja ki numejnë mi thonë, e ja, të më reja jo. Ka thonë Allah, ja, unë e ruja ta. Ti veç nga mua, unë e ta ruj zemrën. A je i sigur që gjakja të redhë që zgjuhet? A tu esna për këtë trupin? A je i sigur të se mrena që ka i ki organët janë të punu si duhet? Ha? Je i sigur? Kusht Allah këtë siguri? Rabbul Alemini. Apo, jeta. Qysh nxerët jeta? Qysh nxerët pini ujë ti ke dalë insan? Ti se kon hiç? Ti nuk e kon hiç? A dhe shiko, a këni pa ujë? Merë një gotë ujë të shpia. Se ti e ujë, merë një gotë ujë, edhe foli. O ujë, a kive naj dëshirë ti? S'ki dëshirë, s'ka dëshira ujë. Mirë, Allahu Gjelluala e morë këtë ujë, e gjujti në mitër, edhe dole ti, me të thana pe pipe dhe ujë të ftoftë ujë, jo. A pi do të pare, po. Apo shkojmë që atje, jo. Ka e morë ti këtë po edhe jo. Tha Allahu Gjelluala në fakhtu fihim rruhi. Allah dhët, e une i frina shpirti dhash. Hajde japi ti. Hajde marrë një ujë dhe thuj që shtashun e frin këta, edhe ki mo zdëngohen kur dushti. Jo bet, pa qare ka me ndëngu, se s'ka shpirt. E ti Allah dha shpirt. Ku e more këtë shpirt? Kur thu ti po më dhem shpirti, a mush me prek, ku a i shpirti? Po që po më dhem, si një që, po më dhem shpirti, si ka mundësi? Kjo jeta, e jeta ka shumë. E vdekja, atë provokon vdekja, atë frikson vdekja, sa njerëzit janë të vdek. Pse s'po mujna me nalë vdekjen? Pse s'po mujna me nalë smujen? Pse s'po mujna me nalë telashën? Pse s'po mujna me ndalë problemet dhe zëtë e shkaktojnë vdekjen? Sepse Allahu Gjelloha që dha në Kur'an, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat. Allahu e ka kriju vdekjen. Hajde nale. S'mun është me enal. A mun është me shiko, Allahu Gjelloha ka kriju një diell. Dhe nuk në ka ngarku për këta. Shiko që kësë lusterën, në gjami e te e ki një luster të shpia. Ti deri sa e ki nuë, je djersit. Nëse si e djersit, ti e djersit mjeshtri. Në shtrafin, në telin, në ata majë që ta prit. Këshira dja të bon, asa të bon. Apo, pasaj nesi duhet se u prish, hajtë dhe njëherë. Për çka? Me të bo pak dritë të shpia. Allah e ka kriju një dil. Kur zban zhurë të dalë. A hin lezo Sajrana. Sajrana. Shkenstartën pak me milimetra mu afru, e shkrim tokën ke. A i del për çdo dit kur ti po teres të ka bo. Asa ta shka shohër me falë për Allahin si të razon. Rejni thot. Apo, a një shi Allah kur e lëshon me bubullim, ti më një arqosh du shka u bo, ku shmidridhi mu dritarët të shpia. Apo, e Allah u gjë për ditë nëzirë dilin, as njëherë s'ta ka prish gjumin. Edhe e nëzirë qilin, e nëzirë tokën, edhe i a jep dritën kësaj bote, pa i bak kujt të lashe. Apo, e ti kur ta kalës një dritë gjithat zhurë me ban. Apo, e kini pa maqina kur punon? Maqina, gjdo maqinë. A ka maqinë që zban zhurë më qoftë edhe pak. Ta një mundohës teknika, gjdo maqinë me modifiku me ma pak zhurë. A ma dhe zhurë më së një hek në ketë. Allahu gjitha të organët i ka kriju mërëna vetës, hitë zbojnë potere. Hitë zbojnë potere. Ti një është, ama ato s'nijën. Ketë kjo krimi Zotit, a nuk tut. A nuk tut se mundet mu nalë. Nalë, që kur ti maqinë është ka e nalë. Tu e maqina e ma e nalë kur du. E Allahu gjiloha dhët, që këtë zemër unë ta kam dha, kur du e nalë. Hajde të preketi. Ti në zemër e kitanën ama, e kini pa doktori thot, i pa kur nalët ati, qarkullimi i zemrës. A i thot, shkoj o burë. Po që shbe shkoj pëse se pështut. Po punon ma, qa me bo. Qes, pi punon zemra. A nuk tut ki qast. Ki qast i ka tut për nga mbert. Ki qast, a i qast i kur nalet zemra. I ka tut për nga mbert. Janë tut ata, që shkena me dalë për para Zotit. Vdekja është e të mërshme. S'kena me shku atje me lujtna. Nas këthejmi mo kur ku qkojmë atje. A tu ka këthi dikush që ka dek? Vallaj me tu këthi tutësh. Me ta këthi Allahu, babgjishin. Thu jo, këtha unë bor atje. I të rishtu shumë ka me. Pse? Se je mësu, Allah e ka bolish mësë më këthije. Andaj, provokusi di cili jeta dhe vdekja. Sa jet jep Allahu dhe sa vdekje ndodhin. Kanë dhanë djetartë,
kjo e provokon mendimi për Allah. Kush po na krijon, edhe kush po na merr. Nëse çetan smenon, nëse çetan smenon, atëre rishikoj menën. Rishikoj menën. Sepse vetëm kafshët nuk menojnë. S'ka nevojë me menu. Ja që përpara ushimin, ha, fle, s'ka më ato. Edhe i vjen vakti me prej kurban. Apo, ama insani nuk ka qashtu. Insani du me meditu. Dhe ka provokus tjetër se do t'i përmejnë me lejnë Allahu te bareke ve teala në gjumat e ardhshme.